Mirë, kthehemi në studio, mbetemi tek analiza politike. Unë kam një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne avokati dhe miku i mirë i emisionit Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju Xhoj. Kënaqësi, ndërkohë paralelisht kemi tjetër mik. Avokat është Ermal Peçi, koleg gazetar dhe analist. Ermal, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedojmë. Xhoj, kënaqësi. Mirë, unë vënis nga studio me Romeo. Romeo, pam një tjetër seancë parlamentare që nuk funksionoi, nisi me një debat ashpër për gjyqtarin e vrar, mazhoranca nuk donte ta fokusonte atje debatin, kishte një inkurajim pozitiv se parlamenti mund të kthejë në një trajt normaliteti që në gjykimin tim i intereson dhe opozitës, por nuk e pam diçka tillë vazhdonte përgjatë seanca praktikisht undërpre. Si e lexon diçka tillë dhe qytetarët meritojnë të paktën një debat të mirëfillt në sallën legjislative? Unë e shoh me vënd se tema ditës në popull është kjo temë. E gjyqtarit? Po patjetër, se është tema e gjithë drejtësisë, nuk është më për gjyqtarin. Atë gjyqtar për mendimin tim e vran e ato seanca që mund t'jenë pa drejta të 20 ca gjyqtarëve tjerë e të 13 prokurorëve që ka pasur çështje pafund. E vrau sistemi. Ai troqi këmbën, po mendoj që e vrau dhe sistemi. Nuk ka qenë thjesht mosmarrja e masës së sigurisë. Pra kemi një, dhe po t'ishin hap debatës si duhet, s'duhet ishte friksuar dhe mazhoranca, që ka përgjegjësitë e saj, si u ta kishte marrë zero në vitin 2013 sistemi i drejtësisë, duhet ta kishte bërë deri tani. Avokat, po duhet ketë oficer në sallë, se kemi parë video që ndonjëherë ka dhe përplasje fizike. Po nuk çalon vetëm të oficerët. Tani, aty pyetja që kam bërë unë, a u çmend ai personi që e bëri, apo ka lind kriminal? Kjo duhet parë. Pra ajo dosje duhet hetuar deri në fund, po. Si dosje. Tani, mira dosje... Dakor që me vrasje nuk pranojmë, por... Ore, unë nuk po them që zgjidhet me vrasje, se duhet me kuptu. Tani, ajo nuk zgjidhet me vrasje, po dhe nuk rregullohet drejtësia me skanerin atje. Apo japim drejtësi në sallat e gjyqit apo jo? Drejtësi reale, të studiojnë substancë dosje. Tani, mira dosje, kishe vetëm ky gjyqtar atje pending. Mbrapa kurizit. Kështu kanë dhe tjerët. Drejtësi reale të studiojnë dosjet dhe pastaj të jepet në kohë reale. Pra nuk kemi dhënë drejtësi. Dhe nuk e ka fajin vetingu si që thonë këta, po e ka fajin reforma që e kanë vonuar dy palët. Dhe po të hape këtu debati, e dim që se cila palë të akuzon të tjetërën, ose të dalin dhe fajin e tim, por ndërkohë që... Avokat, ndjes që ndërpres kemi magjistratët që po dalin edhe nga mbledhja relativisht e gjatë ku kanë folur për vrasjen e gjyqtarit, ka patur apelet forta dhe në këtë moment... Tani t'i adresojmë ne, se këta i kemi digju tërkohë me punën e tyre. Se qa flasin këta, nuk ka më rëndësi, ka folur vepra tyre. Njeriu, kur flet edhe kur vepron, duhet marrë tërësisht ajo që vepron. Pra nuk funksionojnë KLP, KLG, avokati popullit, që më thanë të një do zgjedhin një tjetër, ja zgjedhin këta, agallarë zgjedhin avokat e popullit. Pra nuk respektojnë të popull, t'i japin dhe një derë ku t'ankohet, edhe i LD-ja që flet gjumë pa pushim, para syve të gjithve. Të qosh çfarë lloj dosje duash, i LD-ja nuk ha proces. Pra, ku do ankohen njerëzit? Dhe pasaj, kur mbarojnë të gjitha mundësitë e shpresës, ne se mirë kjo, po në ndodhë në rrasë tjera, çdo themi pasaj. Pra duhet marrë seriozisht, në më tënë. Është mbushur kupa edhe e zemërimit. Se kur them unë, kur has unë, në 10 gjyqë që shkoj unë dhe për punët e mia, 9 i kam pa drejtësi, me zi gjedhe unë një pikë drejtësie në salë gjyqit, ka vajtur ku nuk më banë më. Duhet i themi bukës bukë, t'i drejtohemi komplet thelbi çështjes. Ne jetojmë në padrejtësi dhe s'mund t'jemi të lumtur në padrejtësi. Dhe ndërkohë që jetojmë padrejtësi, jashtë përfituar të gjitha parametrat e moralit, agallarët e politikës pasurohen,
populli poshtë varfërohet edhe është në gjendje stresi. Disa janë në mbijetesë, disa janë shpërfituar, jo pak. Nuk kemi folur ndonjëherë për vrasjen e një njeriu të thjeshtë. Edhe feja thot, kush vret një njeri ka vrarë gjithë botën. Të gjithë vim nga Adami, nga një njeri. Po jeta një qytetarit thjeshtë. As do ishte nderin e këtyre burrave të mëdhej shteti që bëjnë sikur e kanë këta na solën shtetin, jetën, ekzistencën tonë, bile këta lindën dhe Zotin. Këta tjetonin në kufirin minimal të asaj ndihmës që japin e të rrogës minimale, e ta shohim se si do flisin, do kakaristin këta. Që unë mendoj që thelbi padrejtësish është këta. Edhe gara që janë ata atje, është mbi padrejtësi. Ata janë të palikshëm. Ata kanë përqafuar padrejtësinë, krimin, kanë mbytur të gjithë jetën e vendit në krim e padrejtësi, edhe ne kërkojmë drejtësi për tyre. Dhe më tepër i drejtojmë popullit, hapni syt. Jeni qirollëpsur, jeni ndarë me ngjyra partijake, në vend që ndajnë kush është i devotshëm dhe i padevotshëm. Nuk do të zgjidhet kjo punë duke pritur debatin Rama Berisha. Ka marrë fund kjo punë. Ata të dy, nga një treg i monopolizuar Partisë Punës, kemi dalë këtë tregu i monopolizuar dy personave, këtë duopoli. Dhe nga këtë tregu duopol politik, janë dhe gjithë tregjet e tjera. Dhe shqiptarët shohin zgjidhjen o me këtë parti, o me tjetrën. Por nuk që po qeverisin të dyja në vazhdimsi të njëra tjetrës, besniket njëra tjetrës, vetëm emri ndryshon. Atëherë nuk pas kemi zgjidhjen e Europa u bë. S'mori fund këtë tranzicioni. Dhe një nga ligjet më kriminale që ka pranuar Berisha janë bërë pak pishman, thot. Ligji 7501. Pse nuk e ndryshojnë? Ta me vetdije